Se aplikacioni fort mi shkruan ato, pjesëtari i Jushticiës së Kosovës është ai i cili është me uniformë su këta kolegë këtu që kemi para, këta po shiftarë që kemi para, Albin Kurti duhet jetë pjesëtari i Jushticiës së Kosovës, nëse ka pas uniformë edhe armë në dorë. Ai ka pas shoncën, po është veteran Albin Kurti, është kartërisë ka marrë kur, po certifikatën e veteranit e ka. Albin Kurti ka pas shoncën të jetë pjesëtari i Jushticiës së Kosovës, ka pas rasti kur ka qenë trenicë, ka qenë në lap, ka qenë shumë zona tjera në vizita me vëcendem, edhe ka pas mundësinë që tjetë pjesëtari i Jushticiës së Kosovës, dhe jo tjetë në përbugjet Serbisë, qysh e ka mënë Prishtinën kanë arrestu, që më jenë keq, pse kanë arrestu ato dhe gjithë shqiptarë që kanë arrestu shumë jenë keq, e ka pas mundësinë tjetë mbali. Pse ne me kur jemi të arrestime keni thonë në diçka shumë më rëndësi, keni thonë që ai nuk është domethënë i burgosur politik, po është i kidnapuar. Ja, tash, nëse him në këto detaje është shumë e vërtet, nuk don shumë histori për to, Albin Kurti është fakt se ku gjithë qytetarët e Kosovës që kanë qenë të arrestuar, të morën peng. Unë kam bosë dojnë tim, Isuf Zariqin e kam bosë në burg, edhe shumë tjerë njerëz që njohën farefisit tim dhe shok mi që kanë qenë burg, kanë qenë peng lufte. Edhe Albin Kurti ka qenë peng lufte. Burgosën politik kanë qenë ata të cilët kanë qenë vitet 80, 60, 70, vitet 90. E jo merr peng lufte, kanë peng lufte. Albin Kurti ka qenë peng lufte, nuk ka qenë burgosën politik. Nëse ka qenë burgosën politik, Albini duhet na tregu në cilën organizat ka vepru në ilegalitet, apo në cilën grupacion të asoj organizatë ka qenë që ka punu për venin. Unë s'po thëmë se Albin Kurti që ka punu për venin, ka qenë studenti mirë, ka qenë studenti afër, ka qenë në Unioni studentëve, sekretar, dhe Albin Kurti ka qenë peng luftës, ka qenë i burgosën politik. Bi 10 mijë shtuar so ka qenë burgosën, ta shumë këti për afësës me shifra mujtë ka boj, po gjithë janë peng lufte me keqare dhe thëmë, bjen keq, kanë vujtë shumë ata burra, ato gra, ato non, ato kanë vujtë shumë, edhe Albin Kurti është njëjtë me ta peng lufte. Po henëm shumë po dolmi pak të veteranët të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, se thotë dikush që ky Metkas i ka thirrë me fol kundra kryeministrit, megjithatë është kryeministri i vendit tonë, edhe duhet me respektu. Është flitë shumë herë për fryrje të listat të veteranëve kryetarë, çka mendoni ju për këtë? Ja, unë ato nuk kem çfarë përzim, ka marrë drejtësia, pritet verdikti, edhe më nuk kem çfarë përzim në ato listat veteranëve të luftës. Është reale që më thu, ka ato këtu. Po tash ka marrë drejtësia në dorë dhe nuk duhet përzim drejtësi, duhet t'i lëm drejtësisë, tash pritet verdikti, ata vendosin. Është reale, një pjesë mund të them se s'kan qenë, po ajo pjesë që s'kan qenë, unë jam i vetëdijshëm që mos ishin një qytetar të Kosovës, as ushtria shqiptare e Kosovës nuk mund të ekzistojë. Ne kemi hungër bukë dikun, ne kemi ujë dikun, ne kemi fjet dikun, ne ka gjatë tesha dikush, kështu që kanë një kontribut gjithë në platforme. Unë isha thonë gjithë ato në dos ty ndojmë njohje, dekorata aty në familje që kanë ndihmuar luftën e Ushtrisë së Kosovës, po jo të bëhen edhe veteran. A është derë dhe privilegj mi shërbyen një organizatës për cilën ka luftuar dhe komandanti legjendar Adem Jashari? Ku ka ndër më të madh se ti shërbesh familje dëshmore? Ku ka ndër më të madh ti shërbesh në invadit i luftës? Po ku ka ndër më të madh kur i sheti këta burra, si i kisot përpara këtu, mi shërby edhe jo ti përkulim 2 euro dy gjoj. Po një përshëndetje, një falënderim që kanë bërë luftën për vendin e vet, për kombin e vet dhe fund për. A mendon kryetarët që po trajtohen sot duhet edhe pi dopuptis, edhe pi avë atfar dashnin sa e meritojnë Ushtrisë Ligjore të Kosovës, se dim shpeshherë që jeni atakuesi si Ushtrisë Ligjore të Kosovës. Unë nuk guxoj me thon popullit ato, ne popullin ato, po ne politika na ka përço. Tash do të jem sinqert edhe këtu. Ne na ka përço politika, edhe kështu që politika nis sa do shumë. Sidomos kohën e fundit ardha në kryet e Albin Kurtit, qeverisë, thash në fillim, absolutisht nuk kam punë të këtij njeri kurrë personale. Tini të bindën të Zotit. Kur çupi burri Albin Kurti, unë kam qenë në shtëpi, banesa i ka qenë atkohë, unë kam qenë veti 4 e kam vizituar. Shtëpinë unë kam vizituar Albin Kurti. Kur ka dalë burri, kam qenë unë Samir Ruçi, Luzim Ibrahimi, edhe një shok tash s'po kujtoj tani, kemi qenë 4 vjet, kur kem vizituar Albin Kurti, kam qenë banes, kur ka dalë burri. Banesina edhe jaku flamuri kombëtar. Kjo është shumë e vërtetë, jaku dëzuar në mend të organizatës veteranët luftës Dega në Skenderaj, se unë atë kam qenë kryetar në Skenderaj dhe jaku dhuru edhe më pesoj kohë deri në vitin 2019 më habisim taku. S'do shta me imin në temat rona të gjykata speciale, në fakt më nësh përna përshkru ditën e parë të arrestimit tanë, se dyqysh në farforme s'kish ke fajna se Maradina e konë ma shumë këtë dapim se sa arrestim. Unë falemderit që po ma këtë memorien thuje 5 vite, po dyrë mu me 25 satur, po më 5 vite. Edhe që është e ronë për ty, nuk është e lirë? Po është e ronë për mu, për ashimin, kadrin, për nësimin, se ne i patim disa tragedi që në ndollën, kadri që pa vdek baba dhe nona, mund pa vdek baba, nasimit i pa vdek love edhe presidentit i disë baba në kohën e funit, kështu që për një shumë e ronë, po që të thëmë për ato, sadre
arrestimi ka qenë kindapim. Kur kanë arrestu mua dhe Nasimi, mu kanë arrestu diku në ora 10:30 deri në ora 12:30 kam nejtë në seli qendrore, disa ka bota disa hulumtime mbrana organizatës, disa kontrolla, kanë mendu që kina në diçka mbrana ato dhe kanë os në 00 s'ka mund bëjë absolut që kushë hiç. Kështu që tani Nasimin e kanë arrestu diku ka ora 5. Unë ditë e premte ka qenë ajo ku kanë arrestu mu. Sali Musova është arrestu tajten, një ditë para meje. Unë të premte më ka çunë në Hag. Nasimi orë të shtunën, edhe kështu një ditë e keqe, po tonë, për pjesë, sidomos, për pjesë e kam prejtu Shomron. Thmija, po sidomos baba dhe nona e prejtojnë Shomron e prejtojnë. Se unë e kësha baba e gjallë, dhe nona kam gjallë, halo, kështu që pjesë e kam prejtu Shomron. Burg është burg, s'kam që pëtonë, unë për hetë parë kam qenë burg, ne ato ditë ku ishëm, ne kemi qenë të izolum, dikun 9 ditë, ne se kemi po një unë tjetërin, Codje këm takue mas 3 dite, në koridor rastës që më takue, Nasimin se këm po 9 ditë. Me Nasimin se më takue mas 9 ditë. Kam kështu informacionet dhe mënë që kur kanë në zyre dhe dhe më thonë një kanë arrestu aty, ata kanë komuniku me dikanë dhe më thonë në Beograda, është e vërtet? Zoni Serbish është dëgju. Po. Pa dyshim. është e vërtet, zoni dëgju Serbisht, dhe si mbas gjase me disa media. Me disa media. Të Beogradit. Po, si mbas gjase me disa media, se është dëgju zoni, është shumë reale. Ata kur kanë hymë në tonë, parën fjallë, kanë kërkuar revolën, edhe nuk kam thonë, nuk kam revolën me leje, është e vërtet që kam një revolën me lejes, to se më hoj, që më ka jep shteti Kosovës, institucionet e Kosovës si më kanë ju, edhe nuk më kanë morë, edhe tani kanë fillu bastisje në përfijoka, në zyre, më kanë kontrolu mu, e kanë di që mi mbati luft, e kanë di që ka probleme me komen, nuk më kanë shty me thonë dy kështu, atë një më shty jo, më kanë thonë zera Nasimin, unë e dina Nasimin, unë e gjithë më nuk dhirë me një numër kërë tjetër, se zdesha se diktova që përdojnë me arrestu Nasimin. Fjallë atyre ka që duhet me qenë në kryetari në zyre, prezent gjëja se na dojnë me kontrolu, edhe me në nshkru procesin, në fund procesin, edhe diktova aty ku mas një ure, jo në fillim, se du t'jemi sinqet, mas një ure këm diktu që përdojnë Nasimin me arrestuhe. Se u dëgjëshin, se një pjesë të tyne ka qenë nëse s'ka bëjnë një kraat, është aja, disa fjallë anglisht ka pak e kuptu, ka qenë përkthysë shqiptar, një përkthysë shqiptar dhe diktova edhe ka orë fatoni mrena mas një ore gjyze, nëse s'ka bëjnë faton klinoki ka i mrena, edhe në të momente me të zhvon fatonit, tani e kemë thirë, se fatoni nuk i dit i dojnë, jo që qëllimet zaktu me cene, po i thamë fatoni duhet me thirë, po nuk e ka dit fatoni, se fatoni kur ka i mrena u shpërlo me ta është e vërtet, ka që një tension ka qenë i lartë, edhe ka thonë fatoni ju një të poshtë, një kështu, dhe si besojmë juve, kjo shumë e rralja, se zdo ta më haja ato, edhe në fund fatoni kanë largu, mu kanë largu një dhomë tjetër, një zyre të nënkryetarit të Nasimit. Kështu ka qenë grejt.